Dashi. Sot Saturni ju mbështet fuqishëm, do ndjeni se keni më shumë hapësirë për reflektim dhe për të shprehur veten pa frikë. Në çift, atmosfera do jetë e ngrohtë dhe dialogu i hapur, ndjeni të lidhur thellë dhe asnjë mosmarrëveshje nuk do zgjas gjallë. Beqarët do kenë rastin të takojnë ditë speciale, ndoshta atë që quhet princi i kaltër, prandaj pritni me besim. Në punë do ju ofrohet një pozicion i ri ose përgjegjësi shtesë. Durimi dhe qetësia janë qetësi, pasi çdo nxitim mund të sjellë gabime që kundërshtarët tuaj do i shfrytëzojnë. Në planin financiar mund të lindin vështirësi të vogla, por me masa të kujdesshme, bilanci do kthehet shpejt në stabilitet. Demi. Karizma juaj sot do jetë në kulmin. Dikush mund t'ju admirojë për vendosmërinë dhe optimizmin që shfaqni. Në marrëdhënien në çift, megjithatë, priten tensione të lehta dhe mosmarrëveshje të vazhdueshme. Përpiquni të dëgjoni me vëmendje dëshirat e partnerit dhe të shmangni konfliktet e kota. Beqarët do jenë më të hapur ndaj eksperiencave të reja, ndaj mos hezitoni ta pranoni një ftesë për takim. Në punë do jeni të zënë në përgjegjësi dhe detyra, ndaj kontrolloni reagimin para se të kundërshtoni shefat ose kolegët. Në financa, shmangni shpenzimet e pakontrolluara pasi ato mund t'ju fusin në situata të vështira. Planifikimi është thelb. Binjakët. Marsi ju furnizon me energji të freskët dhe motivim, por mund t'ju bëj pak të paduruar. Në çift do përjetoni momente të bukura dhe eksperimentale. Pasioni është në ajër, prandaj përfitoni për t'i shtuar ngjyrë marrëdhënies. Beqarët do ndihen rehat në vetvete dhe nuk do kenë nevojë të nxitohen për të krijuar lidhje. Lejojnë që çdo gjë të vijë natyrshëm. Në punë, kujdes me mbrojtjen e pozicionit tuaj. Ambiente me konkurrencë mund t'ju vënë në provë, prandaj qëndroni vigjilent. Financat nuk janë aleate sot, jini të matur para se të kryeni shpenzime të konsiderueshme. Daforia. Sot do jeni më pasiv se zakonisht dhe kreativiteti mund t'ju mungojë her pas here. Në çift, dita do kalojë pa tensione të mëdha. Veproni natyrshëm dhe shijoni momentet e qeta së bashku. Beqarët do kenë fat në dashuri dhe mund të kalojnë një fazë transformuese që hap dyrë të reja sentimentale. Në punë do jeni korrekt dhe të sakta në detyra. Shefat do vënë re përkushtimin tuaj dhe mund t'ju ofrojnë avancim ose projekte speciale. Në planin financiar, shpenzimet e rëndësishme do vinë, por keni mundësi t'i menaxhoni pa u shritur në borxhe. Mendojeni mirë çdo investim. Luani. Hëna sot ju bën më të duruar dhe ndihmon të ruani qetësinë në jetën sentimentale. Në çift do ndiheni më të sigurt për dëshirat tuaja dhe do i arrini ato pa stres të panevojshëm. Beqarët do kenë një takim euforik me atmosferë sensuale, prandaj mos e lini rastin t'ju ikë. Në punë, intuita do jetë e fortë. Do zbuloni detaje që tjerët i neglizhojnë, duke zgjidhur çështje komplekse me lehtësi. Financat sot mund të kenë lidhje negative nëse investoni në mënyrë impulsive. Kërkoni mbështetjen e familjarëve për çdo vendim të rëndësishëm. Virgjëresha. Gjatë këtij 20 qershori, origjinaliteti ju ndihmon të gjeni zgjidhje për vështirësitë më të mëdha. Në çift, mos kërkoni aventura të kota, kënaquni me partnerin që keni dhe forconi besimin reciprok. Beqarët do jenë me fat në dashuri, me mundësi për takime që mund të çojnë në ndjenja të forta me shikim të parë. Në punë, intuita dhe guximi do rriten pas mesdite. Hidhni hapa me besim dhe përfitoni nga planeta mbështetës. Saturni ndihmon financat duke sjellë stabilitet të merituar. Mund të arrini të kurseni ose të shpenzoni pak më shumë pa prishur buxhetin. Peshoria. Venusi sot ju vën në qendër të vëmendjes. Do jeni tërheqës në çdo situatë dhe askush nuk do mund t'ju rezistojë. Në çift, harmonitë mbizotërojnë dhe pasioni nuk do mungojë asnjë çast. Beqarëve mund t'ju duket e vështirë të përballojnë vetmin, por do marrin energji pozitive për të dalë dhe për të njohur njerëz të rinj. Jupiteri i favorizon planetet e punës. Çdo kërkesë shoqërohet me pranim dhe sukses, duke forcuar vetbesimin. Nëse planifikoni hapa të mëdhenj, sot është momenti i duhur. Të ardhurat duken solide, por mos e bëni eksperimente të rrezikshme. Akrepi. Ndjenja për të vlerësuar sot është në kulm dhe mund të merrni rreziqe të mençura për të arritur qëllimin. Në çift, përkujdesja ndaj partnerit është prioritet. Do lini çdo gjë tjetër për të ruajtur mbrojtësinë e marrëdhënies. Beqarët do kenë perspektiva të mira dhe mund të takojnë njerëz me vlera. Hapësira për dashuri është e hapur. Në profesion, ritmi është i ngadalë, por vazhdoni pa hezitim. Sukseset e vogla çojnë në më të mëdha.
Në financa, vetëm kur si i matur do shmang të rëndiket, çdo shpenzim duhet të konsiderohet me kujdes. Shigjetari. Sot do durojeni kontradiktat me më shumë qetësi dhe do. Bëni çdo përpjekje për të ruajtur ambientin e ngrohtë në çift. Marrëdhënia do jetë më e duruar, logjike dhe e prirur për eksperimente emocionale të reja. Beqarët, megjithatë, mund të përjetojnë zhgënjime nëse veprojnë pa maturi. Kujdesuni për çdo hap. Në punë, motivimi dhe propozimet që vijnë sot ofrojnë mundësi të reja. Shfrytëzojini pa frikë. Mbillja e prezantimeve tuaja do rrisë vetbesimin. Me shpenzimet mos e teproni. Menaxhimi i kujdesshëm i buxhetit është qetësi i qëndrueshmërisë. Briciopi. Energjia dhe vullneti ju shtyjnë përpara me ritëm të lartë. Do admironi për shpejtësinë dhe vendosmërinë. Në çift do ndiheni të lidhur dhe do kaloni çaste të këndshme, pa kufizime të panevojshme. Beqarët do ndihen rehat pranë njerëzve të rinj dhe nuk do ngurojnë të heqin dorë nga inhibimet. Në punë, ndonse disa rregulla të reja duket se pengojnë rrjedhën, do arrini qëllimet me forcë dhe kreativitet. Buxheti do mbetet i qëndrueshëm, sepse veprimet e fundit të menaxhimit financiar kanë bërë punën e tyre. Ujori. Hëna sot ju bën intolerant ndaj padrejtësive dhe ju shtyn të kërkoni drejtësi në çdo fushë. Në çift, pasioni riaktivizohet në momentet më të papritura dhe partneri do jetë gati t'ju plotësojë çdo dëshirë. Beqarët duhet të lënë gjërat të rrjedhin natyrshëm, pa nxitim, sepse forca e magnetizmit të tyre do të tërheqë personin e duhur. Në punë, disa kolegë mund të vlerësohen padrejtësisht. Zgjidhni me mençuri mënyrën e të folurit me shefat për të shmangur keqkuptimin. Financat kërkojnë kujdes maksimal ndaj shpenzimeve të tepërta. Mos lini xhepat bosh pa pasur plan B. Peshqit. Vendosmëria është selb sot për të realizuar ambicjet. Në raste të caktuara, sakrifikimet janë të domosdoshme. Merkuri krijon energji pozitive në jetën sentimentale. Në çift, do kaloni momente plot lumturi dhe do tregoheni më tolerant. Beqarët mund të mbeten vetëm edhe pse dëshira për shoqëri është e madhe. Mos e humni shpresën. Në punë, Saturni ju bën më të logjikshëm dhe gati për të qëndruar orë shtesë pa u ankuar. Intuita financiare sot nuk gabon, por jeni të kujdesshëm me huat. Çdo detyrim i ri duhet matur me kujdes.